Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Herlob. Inteligjenca artificiale po ndryshon gjithçka realisht edhe mënyrën se çysh punojmë, mënyrën se si marrim vendime, por edhe për atë se çdo ditë se çfarë na pret nesër apo planifikimet, por planifikimet shpesh nuk mund të mendojmë sepse po ndryshon çdo ditë, po vijnë platforma të reja, po vijnë zhvillime të reja. Pyetja kryesore që mbetet në këtë relacion është: a jemi gati për këto ndryshime? Ku është Kosova në këtë aspekt? Dhe për të diskutuar për këto tema, unë sot jam së bashku me zotin Darsej Rizaj, i cili është bashkëthemelues në shkollën digjitale të Kosovës dhe Star Labs, për të kuptuar se çfarë do të thotë inteligjenca artificiale për tregun e punës, për të rinjt dhe për të ardhmen e vetë shoqërisë. Darsej, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Unë edhe me hyrje pak në ChatGPT me bo pak më japë shtatse temës, tash ta këshirëm qysh pja si lojna, ose me naj Gemini, ose me Grok, e bona një farë kombinimi. Po e nisim pak të kjo aspekti inteligjenca artificiale. Mu më ka arro shpesh në këtë në diskutim, për shkak që bëj edhe tema që kanë të bëjnë me dezinformimin, edukimin medial, inteligjenca artificiale, rreziku i sigurisë kibernetike, të gjitha këto tema që janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Tash me kthy në temën ku na jemi sot së bashku. Ku është inteligjenca artificiale dhe Kosova sot kur po flasim, se nesër mandej mund ndryshoj diçka. Çfarë pyetje? Inteligjenca artificiale. Jo, futa se mi dha dy paralele shumë të ndryshme. Inteligjenca artificiale është shumë përpara sot. Dhe është të lëviz me hapa më të shpejt se që popullata globale mundet me konsumu. Kosova sot, sa i përket inteligjencës artificiale për momentin, muj me thonë që është të umajt në mëtë sektorit privat dhe individëve të caktum, po statistikat na tregojnë që nivelin e shfrytëzueshmërisë nuk e kena në nivel të duhur. Kur po thom nivelin e shfrytëzueshmërisë dhe të njohurisë rreth sajna, nuk është shumë normale gjithkush mundet të përdor një AI sot me ja bën një pyetje, një përgjigje. Po ajo është diçka që ka ndodhur para 1 vjetë, 2 vjetë, që ka qenë shumë okay. Inteligjenca artificiale ka evolu, tash i thojnë agentic AI ose inteligjenca artificiale që po mundet me kry punë të caktuar, po mundesh me jap detyra të caktuar. Me mujt me koordinu një inteligjencë t'il ose në biznes ose në nivel personal për punë të ndryshme, se pe marrin vetëm për programim, po shka mundet me kryo dhe sa në tjera, jo vetëm kodim. Që ajo është kryesorja që ka momentalisht neve na vyn me umësu si popull për me bo. Dhe është shanca për secilin me ndru profesionin, nëse është dikat që së ka i pëlqen, edhe me fillu me mësu një aftësi të re, kur s'ka qenë shansë ma e mirë për me dalë në diçka që ka me qenë shumë relevante viteve tashme. Është interesant që kjo e po du me mendo pak se të full, ti thash ka dalë, mos o në farë momenti, edhe gjithmonë njeri thot, mos jam në profesion gabum, edhe po du me shpjegu për publikon. Jashtëzakonisht e nesëm interesante kjo pjesa, për shkak që nuk është intervistë klasike, është bashkëbisedim, është podcast, po du mu ndalë të inteligjenca artificiale dhe tregu i punës, pra, adhe mos themi shumëti, po ndoshta prej Covidit të tutje, po sidomos sot 2-3 vitet e fundit do thot, është një jashtëzakonisht një ndryshim i cili edhe ka prek të gjithë sektorët. Edhe aty të sektor tu kumbulon na shpjegon ti, po edhe të mediat, edhe të shoqëria në përgjithësi, edhe të rinjt, unë e shoh me fëmijët mi, kur diskutoj, duket shumë kanë jetë që shumë me ato se çka ata shpjegojnë, thon ka dal kapidin këta. Do thon e shoh që ata janë shumë më përpara se na në shumë aspekte. Tash tregu i punës dhe inteligjenca artificiale shumë është përshtypja që apo na hub punën tregu në treg inteligjenca artificiale, edhe ky është diskutim që ndodh sot, Darsej, përdorimi i inteligjencës artificiale dhe vet inteligjenca artificiale ana jep çësje dhe mundësi më të mira, apo është rrezik edhe për vendet e punës? Dyjat. Kjo është pyetja më e bome deri tash, sa i përket çështjes inteligjencës artificiale, dhe është
se si njeri që pak ka mësu rreth sajna e ka në kryt vetën, a ka me më zavendësu mu që kjo AI një ditë. Edhe po problemi që pak po marrin hapa konkret për me bot vetën të pa zavendësushëm në vendin e punës tyne. Që kjo është shumë e rëndësishme. Çka je ty boti sot për me qenë i pa zavendësushëm kur inteligjenca artificiale zhvillohet hala më shumë. Ose i ofron të gjitha të tjerat. Pikërisht, edhe në ato, prap normal nuk mundem e lon jashtë aspektin njerëzor. Jo ndësane që na si krijes, si njerëz, nuk mundet inteligjenca artificiale me i zavendësu në mënyrën që shëbojmë na sanet dhe që është e pranueshme për neve si shoqëni. Se në fundit AI në këna bo për njerëz, nuk e këna bo për AI. Po pikërisht, duhet të konë e pranueshme për neve njëre, masina për robota e për sene tjera. Kështu që jo ndësane që kanë me met të njerit, edhe si të tila, edhe nëse emulohen, nuk zavendësohen. Këtu është pjesa tjetër që a ka me met pa pun edhe ka me ndodhë që këna me arme një periudhë që ka me destabilizu tregun global. Gjitha parashikimet që janë ka folën prej CEO-ve të mëdhaj, që janë ka folën prej analistave të bizniseve të mëdhaja, është që jena të shku me një periudhë disa vjeqare që ka me qenë një farë shkundja. Ose paqartësie? Jo paqartësis, ma shumë shkundje. Shkundje. Po, ideja e sajna është që jena të shku drejt një revolucionit industrial 3. Ai revolucioni veç ka ardhë, vetëm që efektet e sajna vrehen mas fazës të adoptimit të AI. E tash, nashta për me shku pak më këtë, që ka mundet me konë që kjo shkundja? Se, jo të gjithë ata që janë, që me thonë, të kyqën pak ma shumë në botën e AI-t, po e shojnë, i lexojnë, i shikojnë. Po pjesa tjetër e njerëzve që po e shenë inteligjencën artificiale se diçka që ka një mundësi, absolutisht më këto mundësi, por shkundjet në çka mund të jenë? Në çdo sektor, që ta bëjnë në ty një pyetje. Ti e ty udhëheq vendin sot. Edhe unë po të vjedhe po të thëmë që për 5 vjet s'ka me pas punë për taksi, s'ka me pas punë për shofera të transportit mallrave, autobusa, se krejt kanë një marë autobusat që vetë vozitin, kera që vetë vozitin, që kja një. E dyta, robotat veqën në prodhim. Nëse së mbesan, hinë YouTube dhe këshur qëfar niveli të robotizmit sot është, edhe i naty folë robotat të sidë halasja o kanë qitë inteligencën artificiale në mënyrë që shduhet. Po dhe ajo për periudë ka vjen. Që do me thonë, ti kime pas një sektor privat ku një ndërmarës ma përpara ka me zgjedhë nështë një robot për një punë të caktume se sa një njeri. Pak e frekshme që kjo dërsej, se tash që to problemi. Se që to do ashta me do me thonë, muj me vazhdo disa orë për këtë punë edhe situatë nuk është ironizim, po du me këthy se po në me jashtë zakonisht e nësishme. Do me thonë, që shemi të informu sot në telefon, për shembull na si media online në Telegraf, mas 4-5 vjetë kemi me vendos syzat, edhe kemi me pa informatat që atë. Është të ndryshu edhe, pse po flasë të pak të mediat për shkak të fushës jonë prej nga vi, mediat tradicionale, sot Kosova s'ka gazetë shkrume, i vetë me vend nështë në Evropë, që s'ka, kjo ka ndryshu konceptin e gazetaris, e marrës së informatës, do më thonë, e tash na se dina që ka me ndodhë media në të armën, e prandaj e pelidhi pak me këto, a kanë mëna bo robotat lajmet? Partially po mendoj edhe sot, nëse hin analizë krejt portaleve, mundësh me pa që një pjesë, një përqindje e mirë është edhe që të ka shrut prej AI-t. Ato sa në po detektohen sot. Shihan, frejan. Jo, po ka dhe vegla që mundësh mi bo këto punë. Kështu që ndryshimi veç ka fillu, rreziku është i vërtet, nuk është diçka hipotetike, esenca është vedisimi sa më i madh i popullit ton që kjo nuk është mo temë për tu injoru, nuk është temë që ti duhesh me fillu me menu hajtë se edhe si vjetë pështy që shtojnë nështë ta vitin tjetër ka me bo diçka rreth sajna. Unë e mendoj që duhet sot me fillu me bo diçka rreth sajna. Kur po thu për kush duhet me bo qëto? Jemi të folë për shoqërinë përgjithësi, jemi të folë për kompanitë të mëdha, jemi të folë për shtetin,
institucionet, sepse ne gjithmonë thirrem me ato që kemi popullat të re, kemi avancim, kemi zhvillim, po ku jena me këto avancime dhe zhvillime të fushës së AI-t? Kjo do të në sesi nivel. Ty fillu prej shtetit, ku momentalisht as nuk është në diskurs çështja e AI-t edhe problemeve që kanë mu ballafaqu vetë institucionet për shkak të AI-t. S'po foli prej automatizimit të proceseve, pse duhet mi pas, pse duhet qeveria sot mi pagu 200 punëtor për me kry një punë që mundet AI me kry, edhe neve si taksa pagus na kushton shumë ma lirë çaj shërbim. Me shkolla ato mjetet dika tjetër, shumë tjetër. Që ata njerëz mi realokun diçka që është mi bo inspektor, mi bo diçka që është... Jo, këta, më fal, këta se bojnë sepse morin votash atë. Robotis voton. A di, pa marrë parasysh, kjo kam ju ardhë, tash sa kanë me qenë të përgatitën është tjetër muhabet. Mas ne folim në sektorin privat. Sektori privat, më thonë, bizniset aktuale nuk janë vetëdijshme që e kanë një rrezik shumë të madh prej konkurrencës, e cila sot nuk ekziston. Se nëse ti sot si biznes nuk je ty marr hapa konkret me e bo inteligjencën artificiale pjesë të platformës të biznisit, jo veç për përdorim inteligjencën artificiale, por pjesë të biznesit. Më qenë shumë qëndrore rreth biznisit tënd inteligjenca artificiale. Për shembull, edhe me pas plan strategji rreth AI-t. Ka me ardha i konkurenti që sot i ka 18 vjet, edhe ka me e bo një produkt 10 herë më shpejt se ti, edhe ka me qenë me maj aft, edhe ka me kushtu shumë ma lirë, ndas në çështje operacionale, ndas çështje zhvillimit, çka do, edhe çet prej lojës më shpejt se ç'ta merr ty menja. E çka i bjen kjo për ata që duhet me bëj, ose kjo jashtëzakonisht e rëndësishme që e përmend, po potencoj, po riboj pyetje për publikun, ata që e shohin këtë podcast edhe lexojnë në Telegraf, do me thonë, sepse kjo është një këshill që mund ta marrin nga dikush që është pjesë e temës. Pra, ata duhet të jenë të involvuar apo ta nxojnë hapin, që unë e kuptoj. Unë mendoj që çdo CEO i një kompani sot, nëse spaku nuk është të fillu me umësu me kriju vetë, për me ja kuptu kapacitetin. Që do me thonaj me fillu me u bo programeri kompanis, ose që do me u përdor AI në këtë rast. Po me fillu me kriju me to në nivele matë në alta, jo me ta këtu një pyetje një përgjigje. Në çfarë aspekti? Për shembull, kom përvoj që tash, se përpara kom folë me sende hipotetike, po kom bo tash teste, kom bo teste me ndërmarsa të caktum, që i kom trajnu... Pa përmend ata? Pa i përmend, i kom trajnu në sesione private, i kom trajnu edhe 2 sene ka ndodhë. Një, jonë me javë tana që janë ty me të pa gjëmë, se janë ty me derin 3-4 mëngjes ty programu, e ty kriju, e ty ndërtu me, jo ty programu ata vetë, ty e shti AI me krypun për ta, të ndërtu sisteme dhe automatizime për biznis procese ty në të thonë nuk po moj me marë men që më konë të hek për që të sen. Se peshojnë që kanë fuqi absolute ndaj biznesit vetë edhe optimizimit të proceseve të biznesit vetë. Pra kjo është ajo që kjo është qelsi. Kjo është një rast, 2 raste, 3 raste, ashtë mu kanë bo, këgja do raste. Anën tjetër, qka e kom vrejt që sidomos bizneset që janë matë maturume, matë mdhaja e kanë skepticizmin edhe matë madhë. Hezitimin për me involvumë. Pikrisht, sa maj vogël biznisi jo ma fleksibil, sa maj madhë është ma këtë ka dalë, se kam nërmen që është me destabilizu biznisin tem. Po mund me destabilizu çështjet e jashtë me masnena, ma vonë. Ma mirë është të përmrena njëre më allakat, se me të allakat dikush prej jashtë. Darsejnë është, a i bjen kjo për shkak që, jo se e ka mone, shpeshër kjo është një farë komoditeti brenda kompanive, institucioneve, mos prishja që ati komoditeti, se po folim pa kapta, sepse në Kosovë po jetojmë edhe kontaktet në Pesam edhe jashtë është kjo problem. Dhe është ajo gjithashtu pastaj një farloj hezitimi i punëtorëve, i grupit njerëzve, kushoj ajmë më na kallzonive, ose pse më na bot dikush tjetër se prishet se i komoditet. Ashtë qështu që kjo për... Shumë është e vërtet. Unë personalisht kom vizitu, mujtë e fund kom vizitu klienta dhe jom të mbajt thirrje me kitë klientat aktual të Starlabsit, dhe jom të fol me bordet e tyne, me CEO-t e tyne, për një arsye është pikrisht që të komoditetin mja u prish.
se edhe e vetmja mënyrë që ka qenë ka qenë me shku para syve me ja u demonstru fuqinë e sajna, edhe jon ka e shojnë tash ndryshe. Nëse ti sot, si një ndërmars, jeti unik komod, me çka ki ndërtu edhe me çka ki bo. Edhe në qatë komoditetin tënd, nuk është inteligjenca artificiale si bazë e strategjisë që shki me vazhdu t'i viteve të ardhshme, këshilla jam është qopi gjumit, se e nëndra ty jetu. E di që është shumë e ronë me thonë? Jo, ose ti punesh me vazhdu me metë në gjumë, ama vjen tjetër që është qut. Sakt. Kështu që s'është rënë, është këshill, është sugjerim, është propozim, është propozim, po muj me thonë që është edhe warning, edhe me thonë është një alarm. Një alarm për se si ndërmars që duhet me fillu mu rieduku vet. Pse duhet mu rieduku vet? Është se çka kom vrejt, kjo fillon prej nalt është që një person që e jap vizionin e kompanisë duhet me fillu prej nalt vizioni, jo prej poshtë në kompani, prej ekipës. Edhe unë kom fol me vite brenda ekipës tonë për AI, për qëto zhvillime, po e vetmja kohë për një me e kom pa që njerës të jonë të mbesu, edhe jonë të fillu me më përcjell mu për me ndru komplet kahjen e biznisit, është kur unë në fakt vetë jom mësu shumë mirë, edhe kur jom shkuja kom demonstru para syve që ka mundet me bo, edhe mi tregu që kjo është mënyra e re e punës. E qëto ish pyetja e jam paset e që se na kanë shku, jashtëzakonisht interesant, po na shkojnë një temë shumë e mirë, po na shkojnë minutat, po pyetjen e pata te që kjo riedukimi, sepse shpeshherë njerëzit se kuptojnë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dikush ka interes ma shumë te riedukimi, pra hin lexon, shikon, këshyr, çka po bëhet, çka po ndodh. Kjo është njëra pjesë. Një pjesë tjetër ka nevojë dikush tjetër me ja bo le të themi riedukimin ose paketimin që përmende ti përmes këshillave, trajnimeve, sugjerimeve, gjitha këto. Tash, kush mundet me ofru që to që njerëzit edhe se kanë nuk jena krejt që më thonë më të mirët e monshëm, ti mundesh me ka një mirë me një profesion, për ma shambull nga gazetari, mundesh me ka një gazetari mirë, po zdo të thot që i ki elemente tjera të nësishme. A të donë trajnim, a të donë zhvillim. Ku mi marrë këto? Kur ka kërkes për diçka t'il, fillojnë dhe krijohet oferta. Që ajo është baza e sajna. Sot janë disa shkolla që janë të jep AI trajnime, të përfshi shkollën digjitale dhe disa tjera. Edhe po vetëm kërkesa e krijon tregun për çata një. Po çka është shumë e rëndësishme është me kuptu që kena me shku me një epokë, viteve të ardhshme, ku kena me pas riedukimin global të krejt popullatës. Së është vetëm një mënyrë me shpëtu industrinë. Edhe këto kanë me qenë ma shumë iniciativa të qeverive globale. Pra nisëm edhe nga shteti. Duhet me fillu nga shteti, se nuk mundet sektori privat edhe mu mbajt në kërkesë dhe ofertë që funksionon tregu. Duhet me qenë shumë e mbështetne prej qeverisë. Qeverit në përbot veç kanë fillu me planifiku budgetet për riedukim. Ka plot raste mundin me këqyrë dhe online dhe me kuptu që kjo është temë serioze. Unë besoj që dhe Kosova duhet gjësysh me fillu me aloku një budget shumë serios. Unë kisha para cakosh Ministrinë e ri të digitalizimit dhe administratës publike, kemi një ministri përkatëse, po shpresoj që shteti, domethënë do ta ketë pak parasysh apo ndodh me të drejtë përmendje, çapo ndodh në përbot edhe me marrë modele të cilat mi po çapo bëjnë nevojë me zbuluin çapo bëjnë qeveritë normale, shtetet demokratike edhe qysh pe zbatojnë që ato në praktik pasaj. E këshira, për shembull, mundesh me përcjell veç Kina çka ka bën dhe çfarë lloj investimi ka bën sidomos në popull vet. Ku po jap çasti pa pagesë për AI, ka plot situata të ndryshme që janë të i bo. Ki shtetet që janë të investu pikrisht në qëta. Për momentin, tash na nuk mundem me u bazu që ka me bo, që s'ka me bo shteti ose me prit shtetin, kështu që këshilla jam është mos pret tjert me ta servu. Kuptoj që jemi një situatë që nështë s'ka mu të servu, s'ka mu servu një Gjermanit ose një Amerikanit. Kështu që vet eduko, gjeje mënyrën. Kur e lyp diçka e gjenë, me një mënyrës e tjetër.
Kështu që gjeje mënyrën edhe fillo mu eduku rreth kësajna. Kur po thome u eduku, mos unis me asaj hajt po hi dhe po lexoj dhe po mësoj për shta. Që t'ja vetës një qëllim, çka po do me bo, çka po do me mri. Me thonë, unë po du me AI, me mujt AI me ma bo që detyrë të saktume, edhe lufto për me mri që ato, që ajo rrugë ka me ta mësu ty mas miri kapacitetin e çka mund është e qas mund është e bo. E qartë, për shkak që dy tema po du të si tema me mbulu edhe mos më kthym mbrapa. E përmendëm te AI dhe tregu i punës që e diskutuam që i jashtëzakonisht të rëndësishëm. Gradualisht folëm pak shkurt për Kosovën përballë AI, këtu po du monale edhe një domethënë të shteti, institucionet, shoqënia në përgjithësi, shkolla, që kur flasim për shkolla, për shembull, unë gjithmonë e përmend testi PISA, neve na ka kallëzu ku e kena gjendjen arsimin gjitha këto. Tash shto këtë AI-n dhe çfarë po ndodh, ku jena nan që të farele, a jena tu e kap, se gjithmonë unë e them, gjeneratat e reja janë jashtëzakonisht të avancuar, fëmijët, por me ta duhet me pas edhe kush me punu, absolutisht, sepse kjo është një riedukim i ri që po vjen, që e përmende me të drejtë. Kur i këshirim shkollat sot edhe mënyrën që mësojmë, është shkollë e krijuar për revolucionin e parë industrial. Vitet e 80 ashtu. Ma herët, në të folë revolucionin e parë industrial është në bazë çati modelit o kriju shkolla dhe sistemi i arsimit ka vazhdu që ashtu, jo vetëm na, po edhe globalisht. Jon komplet aftësi tjera që gjeneratat e reja duhet me mësu për me mujt me qenë të suksesshëm në çfarë epoke kanë me jetu. Problemi është që na as nuk e dim ku ka me na qu që kësen. Që ka na ka bojmë të fmit edhe të mësimi është i na të jau ushtru memorien e majt men sa në përmensh, fatkesisht. Jena të jau testu memorien sa ka mujta e me majt përmensh rreth një temës. Na duhet mi testu fmit sa kanë mendim kritik të zhvillum që ata me mujt mi marrë 2-3 temat ndryshme dhe me bo ndërlidhjen e tyne dhe aj me mujt me ardhë me një rezultat caktum të zgjidhjes një problemit. Duhet mi trajnu krejt jetën e tyne për me zgjidh probleme. Se çështja e memorjes po kryet. Përveç nëse na ty u bo gati na si popull për një asi doomsday scenario që ka mushduk teknologjia, që ky sistemi i arsimit s'ki nevojë më me bojt memorien, absolutisht. Ama, na ty fol që ti ki inteligjencën e kit botës me një telefon, e në të ardhën e përmen edhe vetë, nështë në syza, nështë ta kemi me pas dikur në thjerza, edhe eventualisht kena me pas mënyra që kena me mujt direkt komunikim për trunit me bo. Veç janë t'ju ponu, e ki Neuralinkin e Elon Musk që janë t'ju ponu në drejtem, ta këna t'kjo. Në thonë, qka e na t'ju bo me këta fmi? Pse për ja u hupim 10 vjet, 12 vjet, tjetës tyne, 16 vjet, për me mujt me majt men sanëveç. Ama do të me pas kush me punu, do me pas strategji darsaj, do të me pas, do me thonë, po këthemi të gjëja bazike. Pra, do të me pas atje në atë institucionin njerëz cilt e bojnë që sepse të shku të bo, kjo është ajo thonja me e bukur, të shku të bo, na jena të shku të bo. Po vesh një kur ta thënë qafën kësa, na? Po de, po. Ta kem fjord. E vërtet, kjo nuk na qënë në zhvillim, të shku të bo, hajtë se në përgjësi, Kosova funksionën të shku të bo. është gjëna se keqa e kohë e hupnë është shumë energji e madhe. është energji e madhe njerëzve, mësusave, është energji e madhe fmive, dhe jo më pare krejtonat që të përshkojnë në përgaditjen e fuqisë të punëtore, e masina që ka po ndodhë, është që është ka ndodhë dhe tash, ta këna të kjarë. Nëse e këshyrë shumicën e rasteve një i ri që del prej sistemit edukimit edhe hinë në industri, a i du të me fillu ritrajnim komplet. Për me mujtë një përshtat punës të re, nuk është absolutisht gati për qatë punë. Tash edhe ma hisë ka me qenë gati. Do më thonë, na po flasëm edhe para, hajde le themi edhe para 5 edhe 10 vjete, e di, bizneset, kryesisht ankesat kanë qenë që kanë ardhur studentët, edhe i kom diskutu me vitet të tonë si gazetar, do thonë, edhe në atë kohë shikon gatshëm sepse kanë mungu praktika, kanë mungu, do më thonë, ka kry teoria në rregull, kur ka ardhur në me zbatu një punë atë në 3 vjet me bachelor ose master, zerë o do shtë ministri fillimi. Ta shtoja që të rrezikun që po përmend ti, kjo është mandej 2 herë më e madhe. Pikërisht. Problemi ka me qenë është shumë
demotivuese për dikën që kyçet në industri, po folim prapë për një të ardhme, ku ti ki harxhu tona ato vite përgatitje, kjo është njëjtë si me thonë me të mësu të njëtën me i gra anijes, e mas në fund me të bo hajde tash se ki mu bo pilot. E vërtet. Që kjo është kontradikta. Me bo kitë kontra dishka. Po, me thonë pëse o vla më shine me anije më marë, pëse s'kishti për ditës parë mu bo pilot. Që kjo është analogjia e problemit që jena ty u ballafaqu. Kështu që jena ty mësu fëmit për revolucion të parë industrial, për diçka shumë vjetër, duhet me u ndru komplet kjo qasje, e kjo qasje nuk ndrohet me diçka tjetër. Shteti jon ka nevojë për R&D. Shteti jon ka nevojë për me pas data centers për AI. Nëse dojmë na i mësu fëmit me AI, e ketë shkollat me AI, kush ka me paguat inteligencë? Aja kushton, nuk është pa pare. AI nuk është pa pare dhe kushton shumë shtrejt. Kitë shtetet nuk jënë që pa lidhje me ndërtu data centers të veta. Nuk jënë që pa lidhje. Duhet universiteti me pas një data center, ka gjatë fuqishëm për veti. Duhet sistemi shkollor me pas të vetën. Nuk pyetje të kalu, po e përmandi ministri një qendër të ekselencës të AI-t mu bo në Kosovë, po kjo s'bohet normal nga shteti, bohet edhe me privatët të cilët mund të japin, u përmend si një mundësi që mund ta ketë. E mira është që ka fillu mu fol për to, sa s'po kon temë. Unë jam shumë i gëzueshëm që Lulzoni është person shumë i vetëdijshëm edhe ka kapacitet edhe i kupton këto sane më mirë se shumë prej kolegëve tina që i ka. Edhe ai mundet me shty këto përpara, po edhe ati ka me vyt përkrahje edhe prej buxhetore edhe krejt. Me të drejtë. Se AI është sport i shtrejt, është sport shumë i shtrejt. Po, jo, absolutisht sot edhe te nëse shën te platformat e ndryshme sot të cilat i ofrojnë edhe secili që i merr në le të themi në industrinë e vet, e ke limiti që ka të ofrohet pa pare dhe mundësi që janë me pare, domethënë nuk është shumë e qartë. Se sa me mujt me kuptu njerëz, nëse kisha dasht me pas një inteligencë artificiale si ChatGPT apo folim këto premiumet, jo këto të pa pare. Po, sakt. Ose ChatGPT ose sikurse Claude. Ose Claude. E kom analizu se e këshirsha diku rreth 2 deri në 3 milion euro më vyn mu si kompani me investu në servera vetëm për me mujt mi shërby 100 veta. 2 deri në 3 milion. Po, s'po folim plus kostot e rrymës, energjisë, pjesë shërbimeve tjera. Që janë shumë kostot mëdha. Tash nëse folim për nivel shtetënor, që ata janë të investu miliarda e miliarda prej shteteve, është se që kjo është realiteti. E jami është duhet shumë na si shoqëri me kthy energjinë me çka është ka ndodhur, se po më duket jena shumë çorr me probleme shumë probleme që ka momentalisht Kosova, përveç problemeve të gjeopolitikës, jonë kam dokën shumë probleme triviale në krahasim me problemin që ka më në ardhë. Që si jena të a mujna me nëzon hapin? Do më thonë, se ka njerë, mos përna ik pak fia, apo nëse s'kena fokus. Do më si shtet nëse s'kena fokus. Me të drejtë e përmane, s'janë këto kur gjotë tjerë problemet politike, që mund të ndodhë nëse na ik ajo që po thomën e hapi, ose nuk mundu me gjithë brenda lomshit fijen, për këthej kështu pak me kuptu njerë. Nëse e kapim pak ma heret, besoj që jena ma të avancum. Dallimi ka me qenë shumë që ka me pas ndikim direkt në ekonomin tonë. Najna eksperta me njek hapin mrapa, se gjithmonë na ik diçka na i vi, i na të mësum si popull me bo atë sen, nuk tut na adaptohemi. Po dallimi ka me qenë na kena mu adaptu të hek keq, kena me e përqafu këtë ndryshim edhe me kriju një ekonomi të rej brenda vendit ton, edhe me pas një ekonomi pak ma stabile, ma të qëndrushme, se sa çfarë e kemi. Na sot krejt ekonomia jonë silët rreth investimeve të huja që janë fakt remitanca të diasporës, nuk është modeli qëndrushëm. Nuk është hiç modeli qëndrushëm. Po, se ajo bjen me një moment. Me një moment bjen, një krizë ekonomike në Evropë me ndodhë që remitancat nalen. Që ashtu që ka dojmë na masin na me bo. Qysh dojmë na me gjithë qëndrushmërina, dojmë me bankrotu si shtetë. Ose që ka me bo ekonomia, që ka me bo ekonomia vendore, që ka me funksionu, sidomos ku përmen kone e ajt, ndryshon edhe koncepti. Një qerek remitancat me bo me unal, veç një qerek me bo me unal, remitancat na e hupim këj fijen këtë mrena. Kështu që
Tash, te pjesa e fundit, dikoni kemi më një 10 minuta që po du me diskutu, se zakonisht pjesën e fundit kom e ardhmja dhe çana pret që na më mujt me fokusu. Një rekapitulim për publikun, na folëm për AI-n, inteligencë artificiale, tregu i punës, Kosova përballë AI-t, adaptimi e aftësift, riedukimi që përmende me shumë të drejt, sfidat që na presin. Tash po du mundol te rreziku. Shpesher njerëzit e shohin edhe te si rreziqe, po edhe mundësit, janë dy. Tash varet që nga cili kënd e shen. A e shen si mundësi, apo e shen edhe veç si rrezik, që diçka që dush me reduktu, dush me ndal staf, edhe ka shumë kompani botrore që përmendem me të drejt për fillimet, kanë ndru koncepti i mënyrës së veprimit, edhe kanë po që ose urdosht njerëzit human me dizajnu, me ripaketu në pozita tjera, e AI me kry pun diçka tjetër. Tash, që kë mes rrezikut dhe mundësive, a shem ma shumë rrezik, a shem ma shumë mundësi, po ndona ajo prej takimeve që i ke në Kosovë? Unë besoj që jon edhe rreziku dhe mundësia jon të barabarta në çfarëdo aspekti. Rreziku ki rreziqe të ndryshme prej AI-t që janë të ardhë, një e folëm çështjen e njerëzve edhe humbjes të punëve që është rrezik real. Anën tjetër kena jeta jonë është komplet ndërlidhur me teknologji, secili kena një telefon, secili kena një e-banking e një diçka që është e lidhne. Sulmet kibernetike janë dhe të fishu për shkak të inteligjencës artificiale. Edhe për shembull tash është Antropiki Claude e ka modelin e ri gati, nuk janë të e qitë se është i frikshëm çka është ka bën në çështje të sigurisë kibernetike. Kanë çu modelin në përtestime në kompani shumë të mëdha për me këshyrë çush mundën me anal çat hez. Më thonë, siguria kibernetike globale është shumë në nivel të dobët në krahasim me çfarë kapaciteti ka AI. Don këto janë rreziqe reale. S'po folim rreziqe tjera të impersonimit të ndryshëm, vjedhja identitetit, privatësia, domethënë çka ka të mira, çka ka dhe të këqija. Edhe na njerëz jena shumë të mirë mi eksploru të dy anët. Sidomos te kjo siguria kibernetike që mundet, domethënë, nëse na përgatitemi, shpesh kur kom diskutuar me ekspertë të sigurisë kibernetike për sa në ajo që është dezinformimi, edukimi medial, gjitha këto, sa ne përgatitemi pala tjetër është 2-3 herë më avancume për me kry punë ose me jap kontekst të dezinformimit edhe të informatave në platforma të ndryshme. Normal. Unë e them që momentalisht çka ka me ndodhë ka mu kriju një kaos disa vite derisa që pështjellët që e farë kaosi dhe të fillon një normalitet i ri. Që ato që e qujtë shkundja. Po, nuk ka revolucion pa kaos. Ndash revolucion politik, ndash revolucion ekonomik. Po pret që do të ndodhë që kjo. Ka revolucion pa u prish pak Terezia, pa ndodhë. Ka mu prish Terezia, ka mu prish. Nuk e shën ndryshe. Po shujët që po shkon që ashtu. Nuk mundet qysh ka me mbijetu një sistem ekonomik, ndash makroekonomi, ndash mikroekonomi, kur ti e ki një element destabilizus që është ka të ndrëm mënyrën e punës. Nëse të ngucet ekonomia, të ngucet me ligje, me krejt. Do me thonë, ligjshkruast kanë me pas shumë punë të madhe viteve të ardhshme për me mujt me regullu çështjen e AI-t. Ai veç kanë fillu mu vendos regulativa që jonë sa kanë mujt me i shtin fuqi ato, se ti shkruj sa dush, po dush dhe mi shtin fuqi edhe mi përcjell, po ka shumë elemente, është komplet, ndoshta edhe kushtetuta du të me ndruj një vendit për shkak të AI-t. Absolutisht, po, bili ka iniciativa që veç në Shtetet Bashkimit Evropian, për shkak që janë si blok, janë të punu në fushat të ndryshme për me mujt mjë për shkak të thënave. Ka dhe më thonë, loj situata, kejt kjo është ka në rekonstruktim të komplet njerëzimit, edhe nuk mundet me ndodh gradualisht kur çaj elementi destabilizues AI-t është ka zhvilluar tash në formë pothuajse eksponenciale.
Kur nalim të big tech kompani, lufta globale, edhe tash kjo ajo që është geopolitika, ndikimi edhe përmes AI, nëse ka qenë ndikimin të kaluamën përmes mënyrave tjera, sot ndikimi më i madh është përmes AI-t. Dhe kemi, s'ka diskutim, domethënë, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kemi në anën tjetër Kinën, Bashkimi Evropian është aty dikon gjithmonë si një farë mesi. Pak si po vëzhgon Bashkimi Evropian. Si gjithmonë, që është një farë për shkak të birokracisë që e kanë në përgjithësi si institucion. E kemi kur dul sidomos ChatGPT-ja, në anën tjetër e patëm DeepSeek-in pastaj, dhe vazhdon sot me qenë një farë lufte kështu globale. Tash çysh është të që ky farë trendi globalisht? Globalisht është luftë, më shumë është luftë e brendshme Amerikës mes korporatave tyne se sa me Kinën. Sado që Kina po doket sikurse lojtar shumë i fuqishëm, edhe është, nuk bën me gjyku ndryshe, sidoqoftë forma e Kinës edhe mënyra që ka ndërton AI-n fatkeqësisht për ta është një kopje më e dobët se sa çka ka ndërton Amerika. Ma shumë është, ne themi një farë gore brenda Shteteve Bashkuara të Amerikës, se sa Amerika versus Kina. Kina më shumë është të bo probleme prej një perspektivës tjetër, jo të bo probleme. Kina ka një rol shumë kyç në këto, për ka rol kyç saj për këtë shoqërisë. Se premtimi prej Amerikës për AI ka qenë që ka me qenë open source, do me thonë ka me qenë e mundshme se si me marrë dhe me provu dhe me eksperimentu. Po korporatat e ty në jonë këgjat unta dhe i kanë majtë senet e mbyllne. Kina që ka bojë ka përdor një teknik që i thojnë destilimi AI-it, ku kanë shku i kanë bo kërkesa ChatGPT-s, Claude-it, someranci cilës, kanë bo me miliona kërkesa dhe që ja ka thith dijen edhe në basë që asaj dijes e ka kryu modelin e vetë. Ku korporatat amerikane kanë shku, kanë skenu libra, kanë kopju internetin, për e mujtë me bo trajnimin. Kina ka modele që janë trajnimi dorës dytë. Edhe nuk mundet me pas thellësin sa e ka AI i kompanive amerikane. Që aty është tash, po që ka bon, ama që ka bon Kina, është ka elqon krejt open source. Do më në free, si DeepSeek-in që ka bon. Pikrisht. Kjo ka në ndimon neve kompanive që i pomere me AI me mujtë dhe na me ekskliru dhe me qenë pjesë e këti tregimit. Më thonë, ata janë të e bo një farloj, qatë premtimin e Amerikës është të e majtë Kina. Po me modele shumë adopta, edhe pse dorën zamër sash këgja i kanë avansu, edhe po mundesh ti me pas prej modeleve që nëse kiti kapacitet hardverik, modele ma të avansume, deri te mikromodele ku po mundesh ti me një bërd shumë të vogël, me shti edhe me pas është një lodër që të fol pak me AI ose do një robot naj kërë, naj diska me mujt me përdor në nivel bazik ose naj kamerë ose në varet. Më varet, edhe kjo do të metët një betej jashtëzakonisht shumë e rëndësishme në të ardhmen, na duhet vishmi ju përshtat rrethanave, mundësive dhe mi marrë ma të mirat të mundshme. Folëm të gjitha temat të cilat po besoj janë jashtëzakonisht të rëndësishme për publikun, po kisha dosh me përmbyll me një diskutim, me një pjesë të mesazhit, ma mirë vonë se kur, është një fjallë e urtë e jona popullore shumë e mirë, aden gjithmonë me dollë gjumi ma mirë qitash se dikur ma vonë. Qysh kishe me përfundu të që kjo darsaj? Këshilla jam për krejt është mos e nëndlerësa, filosat, s'ka lidhe që ka e ka punan, s'ka lidhe që harpune e ka e punan, është mundësia ma e madhe që individ e kam pas najhere. Ti mundesh me ndru statusin tënd prej një punëtori thjesht me një administrat, me një qka do, edhe me kriju ndoshta kompanin tonë, me realizu një andër tonë, ose mundesh me zhvillu vetën qatë pikë që ti ki vlerë, edhe që kësan vërehet shumë shpejt. Provoje, mu më kanë habit njerës, më kanë habit njerës që jënë konë gjendje me kryu dhe kërë po më kalzojnë që po mushët zamra. Të një rastët mira. A pi bjen kjo që edhe mundesh përmes e ajtë sot mundësit janë matë mira. Pra nëse ke pos komplikime në proces për dishka që du dosh me kry njeri, se ka kry për shkak të shumë problemeve,
Sot mundesh me kry. Sot mundesh me impresionu këndo nëse për një me i jap zërë që ata, edhe unë besoj që brenda 2-3 muajve se cili mundet me mri me një nivel bazik që është shumë nivel impresionus kur këshyret prej jashtë. Kështu që nëse ki thonë, te kisha ditë që Bitcoin i bot që ka, që te kisha ditë që Google që kisha ble në stock market, te kisha ditë që në pju kalzaj, që kjo është një shans ideale. Por qaj momenti te kisha ditë që unë po të kalzaj, që kjo qaj moment. Investon vete, kape që të ko, edhe kimi ja pa hajrin shumë shpejt. Darse nuk i kisha shtu kur gjo kësaj ma shumë se sa që ti mesazhi. Faleminderit shumë për kohën edhe diskutimi, por një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, po besoj që arritu me paketu për këtë situatën, le të themi, e këtij muaji se do të ketë zhvillime tjera dhe do kemi mundësi me diskutu. Faleminderit shumë edhe një herë. Shikuesor, ishim me zotin Darsej Rizaj, bashkëthemelues në shkollën digjitale dhe Star Labs, ku diskutuam për AI sot se nesër mund të jetë bon. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.